Sfida në mes së Vllaznisë dhe Dinamos, barazim 0-0 dhe në përfundim kam një mik të veçantë këtu pranë mikrofonit, është Mario Mitaj. Është futbollisti i njohur i kombëtarëve të Shqipërisë, një banor i Marsis Madhe, se ka ardhur për të shijuar familjen e tij, ka takuar gjyshet sot në Vermosh dhe sonte në Loro Boriçi të ndjekur Vllaznia Dinamo. Një përshtypje për këtë ndeshje. Jo, një ndeshje bukur i derbi, ndeshje fort me emocione të bukura. Nuk i bënin grurat, po ishte një ndeshje bukur, shijuar shumë dhe kjo ishte rëndësishme. Barazimi i drejtë si po thosh? Jo, besoj se me rastin që kishte Vllaznia mund ta kishte marrë fitore, 3 pikëshin, po pas se prap u bën ndeshje bukur, ajo ka rëndësi. Ju pash gjatë gjithë ndeshjes se në momentin kur Vllaznia ishte gati për të shënuar, ju në tribunën tip gati sa nuk fluturoni. Normal, jam malsor, jam tifoz i Vllaznisë, jam për shkollë, jam ndoshët ndeshin për krah presidentit Alban Xhaferi. Bisedua shumë gjatë ndeshjes. A ndonjë projekt bashkëpunimi? Jo, më shumë tash më shumë lidhje për ndeshjen, vazhdi gjatë tjetër. Jemi në prag të sfidës Polonia-Shqipëri, kanë nis gërmullimi. Si po e pret Mario Mitaj? Unë gjithmonë kur më kam dhënë jam i gatshëm, jap 100%, jam shumë i motivuar, shumë pozitiv. Inshallah dhe dy sfida, dy ndeshje shumë të rëndësishme. Inshallah dhe fitojmë ndeshjen e parë, ajo me Poloninë. Kena lidhje me Poloninë, vim kundër shtajnë, po jemi gjithë shumë pozitiv, jemi shumë të kalikum gjithë dhe shkojmë vetëm për fitore. Ke shumë tifoz në Poloni, tyre shumë shkodranë dhe familja juaj, baba juaj ishte këtu me juaj, gjithë fisi Mitaj. Sot ishit në Hatën në Kelmen dhe vizituat edhe... Normal, jam shumë krenar që jena malësore, jam shumë krenar që jena për Vermoshit, se vetëm penaria, si gjatë tjetër. Në aspektin profesional, si po shkon Mitaj në klubin e vetë? Shumë mirë, dhe tash ka me shumë mirë, luj për çdo ndeshje, ajo ka rëndësi, rritem, për çdo ndeshje rritem më shumë. Kthyer tek Vllaznia, e shikoni këtë Vllazni pretendente serioze për titull pas kaq shumë vitesh? Po normal, është në vend parë, normal sa është për një titull, për shton. Kush mund të jetë rivali kryesor në finalor? Është alo ende me fol, po nuk është se kam pa tabelën në drejtë, po e di që Vllaznia në vend parë. Shumë. Ishim me Mario Mitaj, futbollistin me të vërtetë simbol të kombëtarëve sonë, një krenari për Shkodrën, për Marcinë e Madhe. Mario, faleminderit për intervistën. Faleminderit për te. Dhe suksese në Poloni dhe pastaj pse jo edhe ndeshja tjetër. Faleminderit. Inshallah.